Punimet për bulevardin e ri të Vlorës, atë që njihet si bulevardi i agrumeve, janë ndërprer. Projekti nuk po ecën me ritmet e duhura nga çfarë ishte pranuar më parë. Madje kjo gjë ngrihet me shqetësim edhe nga vetë qytetarët banor të kësaj zone, por në veçanti nga biznesi që po penalizohet me rrugën që është kthyer në një kantier ndërtimi dhe që është bllokuar thuajse gjatë gjithë gjatësisë së saj për qarkullimin e automjeteve. Burimet bëjmë dije për televizionin 6+1 Vlora se shkak për ngadalësimin e ritmit të punës dhe për pezullimin e tyre në disa segmente të bulevardit është fuqia punëtore. Mësohet se një pjesë e mirë e punonjësve që ishin të angazhuar në punimet e këtij projekti janë zhvendosur në projektin e aeroportit të Vlorës. Kjo gjë me sa duket ka ndikuar edhe në uljen e ritmit të punimeve në këtë projekt. Kjo pamje ku në projektin e bulevardit të agrumeve nuk po punohet nuk është vetëm e kësaj fundjave, por ka disa ditë që këtu gjen një situatë të tillë. Punimet janë ndërprer në pjesën më të madhe të projektit, ose aty ku mund të punohet ritmet janë shumë të ulta dhe me një numër minimal të punonjësve. Këta të fundit tashmë po angazhohen në aeroportin e Vlorës dhe ka nisur nga kantieri i projektit të bulevardit të agrumeve. Puna në këtë investim duhet që të rrisë ritmet për shkak se po penalizohen bizneset, aktiviteti të cilit është bllokuar. Gjithashtu ka sjell probleme edhe në qarkullimin e automjeteve në rrugët e qytetit, duke sjell një kaos në orët e ndryshme të ditës, ku ka edhe më shumë bingarkesë në rrugë.